Me sa duket këto ishin pyetjet për sot. Ju falenderoj me shumë respekt për pyetjet që më bët. Ju ftoj edhe njerë të mbështesni këtë protest qytetare rinore me të gjithë mundësitë dhe potencialet tuaja. Ju ftoj gjithashtu të bëjmë gjithçka për largimin e këtij regjimi i cili është regjimi që po vjedh shqiptarët më shumë se çdo regjim tjetër në histori. Qeveritarët e këtij regjimi janë qeveritarë që vlerat morale i kanë zëvendësuar me veset më të liga të njeriut, me vjedhjen dhe mashtrimin. Shteti që duhet të ekzistojë është inekzistent. 3 ditë më parë, kryeministri i vendit Fqi, Piskovski, viziton Prespën, një gjë shumë normale, ku jeton një komunitet i nderuar Maqedonas. Por, në ceremoni, u ekzekutua vetëm hymni Maqedonas dhe jo himni shqiptar. Ndoqë reagimet të turpshme. Në reagimet e tij, si Rama dhe ministri natyrisht shprehnin mos pajtimin me aktin, por mbronin autorin kryesor, kryetarin e tyre të bashkisë. Pra, dilte se kryetari i cili në të gjithë ligjin dhe bocët të protokollit ishte mikprit si zyrtar i kryeministrit vendit mik, dhe shteti duhet të ishte i pranishëm për sigurinë, për të gjitha, për protokollin, për çdo gjë, pavarësisht se ajo nuk ishte një vizitë zyrtare, por ardhja e një kryeministri në një aktivitet në vendin tënd përbën një. Dhe këta se si të nxirrin të pafajshëm socialistin e tyre i cili merret vetëm me tendra dhe s'ka mendje për asgjë tjetër, një lloj si Rama. Dhe njoftonin se kryetari i bashkisë kërkoi falje. Çfarë falje kërkoi kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë është përgjegjësi kryesor i atij protokolli. Dhe faljen e pas ka një shoqat. Në fakt realiteti ky është. Ky shtet është në duart e krimit, në duart e mafjes, në duart e kujdo, po jo të ligjit, jo të kushtetutës. Ndaj dhe e rëndësishme është që të vazhdojmë këtë betejë në shumë plane, të shkojmë drejt zgjedhjeve me një qeveri teknike, drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, dhe shqiptarët të rifitojnë rrugën e të ardhmes. Faleminderit.